Barazim 0-0 supersfida Ignatia Vllaznia Gjava 28 me trajnerin e Ignatiës Tetova, profesor. Pati shumë probleme dhe gjatë ndeshjes përpos barazimit për 2 kartona të kuq. Atëherë është pjesë e ndeshjes, sigurisht që janë emocionet e ndeshjes. Mendoj që ishte një ndeshje shumë korrekte nga të dyja ekipet. Vetëm mendoj që te kartoni kuq kemi pak nxitim të gjyqtarit, e citova edhe më përpara. Normalisht ne kur bëjmë po themi seminarët e federatës, ne shohim mënyrën, distancën e topit. Në momentin e parë kur Xhemaili ka godit topin, ka shtyri nga bala, pastaj ka kontakt, po merret parasysh a arrihet topi apo nuk arrihet topi. Dhe siç ndodhi, se duhet bëj 2 paralelizma për ne nisa kështu. Në momentin kur në bankinën tonë bëhet një rëmuj dhe arbitri nuk ka një pamje të qartë, normalisht ndërshkohet trajneri i parë me kartonin e kuq, gjë e cilës është sipas protokollit. Tani kemi 2 situata ku në një zbatohet protokolli, në një tjetër jo. Tu kthyu tek rezultati nuk e shfrytzuat avantazhin fush, megjithëse publik ka entuziazëm, megjithatë kishte edhe nga Shkodra shumë. Mendoj, siç e thash, luajnë 2 ekipet po themi momentalisht që kanë formën më të mirë. Sigurisht që do ishte një ndeshje vështirë, e dinim këtë gjë, por mendoj u zgjodhi një ndeshje ku pjesën e parë ne kishim shumë mundësi për të shënuar, por pa shinjstruar mirë portën. Mendoj pastaj pjesa tjetër mas kapitalist me kartonin e kuq foli për Shkodrën. Mund të përfitoj në këtë aspekt për plasën Vllaznia, Ignatia, Elbasania, me një fitore mund të kalojë në krye. Atëherë janë dhe 8 javë për të luajtur. Mendoj që ai që do të jetë më i kujdesshëm, të gabojë më pak, mendoj që do të jetë pastaj rival shumë i fortë për finalin. Profesor, faleminderit.